Goja jam, asë një herë nuk e ka boj spot, me thonë me gojë tem une, a dhe një qka, une mo muzikë nuk bëj, për shkak të besimit tem. Besimi jam është i palëkundshëm. Unë jam 42 vjetë në skenë. A gjazët, Gena. Bile ka qenë aty, ka majtë ders, apropo, ka majtë ders, ferë në Big Brother, dhe për to ka qenë haram i madh me hynë Big Brother, që e kuptoj është mendimi ti, ama me ndodhë që që ndryshimi mas 5-6 mujve, do me thonë, kërrejt për 180 shkallë, është pak weird, është e çuditshme, por Ferro është djali i lezetshëm, muzikën tash i bën është koxha interesant, edhe njerëz pedojnë. Muzika, teksti, përpara kanë pas një vlerë shumë të madhe. Nëse kënga e mirë, e ka tekstin e mirë, s'ka të pagume. Më la mendja kur më the, është më katë që s'po më sheh, tash po nisem për Kosovë. Që pe marrë tajnën, që ketena për vitri aty, në që me dhe nuk e shi, në me thonë, që kjo muzika e sotit, sepse është mendu konga është bo me tekst që apja u mërmena për cilin këngëtar. Nesha e Prishtinës, bukuria jote ndjek si zjarë. Muzika, teksti përpara kanë pas një vlerë shumë të madhe. Nëse kënga e mirë, e ka tekstin e mirë, s'ka të pagume. Po teksti ka qenë shumë e rëndësi, lyrics, dhe sot asoj nuk i kushtohet kur farë rëndësie, sepse ideja është veç mu rimu, dhe në rokje mu nda fjallët, dhe mu plotësu ajo pjesa, do me thonë, kur ti këndon që pe marrë tajnën, që ketena për vitri aty, veç me dhe nuk e shi, do me thonë, që kjo muzika e sotit, sepse hip-hopi, rapi, janë djemë me të madhe, po dhe vajza, që ja kanë pa hajrin kësoj punë dhe po vazhdojnë me punu. Goja jam, asë një herë nuk e ka boj spot, me thonë me gojë tem une, a dhe një qka, une mo muzikë nuk bëj, për shkak të besimit tem. Besimi jam është i palëkundshëm, nothing can change it, kur që sepse është besim i jami, është inner, është diçka shumë intime, personale. Por, vazhdoj me bo muzikë, tani, është pak ma ndryshe kur ti thu e ki gojën plot, jo një herë, por 1001 herë, që unë e mo muzikë, s'boj muzikë, është haram, kjo, bile ka qenë aty, ka majtë ders, apropo, ka majtë ders, ferë në Big Brother, dhe për to ka qenë haram i madh me hynë Big Brother, që e kuptoj është mendimi ti, ama me ndodhë që që ndryshimi mas 5-6 mujve, do me thonë, kërrejt për 180 shkallë, është pak weird, është e çuditshme, por Ferro është djali i lezetshëm, muzikën tash i bën është koxha interesant, edhe njerëz pedojnë që ju kthynë muzikë. Ledri Vula a Ferro? Ledri Vula, a din qysh Ledri Vulën e Ferron se një personally, kur shumë pa, Ledri Vulën e një si fëmi kur ka qenë, se prind janë një, por edhe kur u rrit, edhe kur u bo emën, gjithmoni njejt me mu, edhe gjithmoni gatshëm nëse kam nevoj për ta. Kështu që Ledrin pa tjetër. Ples jom kon. Ples nuk je, nuk moj me shtin kategorit plisave. Jo, se mosha s'pele janë. Ama du me tonë që e kum përmenë në disa vende që kum qenë, në atë ku kur kritë Kosova jonë kon plisa. S'ka pas në atë ku Torcida, s'ka pas në atë ku Shqiponjat, s'ka pas as një fan emën, tifo grup me një emën, përveç plisa. Sepse një Prishtinë u konë, një Prishtinë ka lujtë futbol në ligë të parë atër.
në atë kohë, edhe krejt kemi qenë për ta. Po, kemi qenë ples, edhe zakonisht ne kemi qenë tullën në jug lindje. Jug lindje, që aty kemi qenë plisat, edhe më kujtot Faragjit, kur që qenë fara, kur vishen, që fara backi kërrik të vokrit, që fara të vokrit. Të vokrit? Po të vokrit, për ma tomla, farat e vokrit ave. Si sot me thonë farat Messi, farat Ronaldo. Pol me arsimin, pjavi thash, a ki marrë naj kongës, e tha, po, marqej qita, kinesha. Edhe kjo është me gitare. Veç instrumentalin? Veç demon. Veç demon, po. Ajo me fill. Sepse është mendu konga është bo me tekst që apja u mërmena për cilin këngëtar. Për cilin këngëtar? E ke bo për naj këngëtara? Jo, une, se kom bo une. është maru për një këngëtar tjetër? Të nga tjetër. Për Gilin? Ja. Sabri Fezullah. Po tani, dikon, pi bjem vitin e kalum, dikur vera, ndoshta korrekt, gusht, dhe se arsimi ka punu shumë kongë për të, dhe jo vetëm, dhe ja ka dërgu demon, edhe tekstin, edhe i ka pëlqy balit, po... Balit Sabria? Balit Sabria, dhe ka thonë, e kom djalin, Ermalin jashtë, edhe kur të vjen, të kontaktojmë. Edhe ka kalu një muj, su lajmru, i ka shkryt edhe njerë arsimi, edhe bali nuk u lajmru. Që e kuptoj, sepse i ka bu koqa do vjetë, edhe i ka 1.753.444 kongë, krejt njofshme, krejt hita, krejt bota shqiptari ja din kongë, qka ka me bo mo kongë, po supozoj, edhe nuk është lajmru, edhe arsimi mo nuk e ka nguc me atë kongë, edhe kur dola, tha qështu. Thashe, pas ka bo zoti për mu, njetë këtë kongë, edhe ketë sabriat e botës mu qunë kongës, pas ka pas kush që ma merë. Edhe është bo konga, teksti edhe ndërlidh me që ato që e theti me Prishinali. Kujtojtë që e më koni izolu ma të venin aty 3 muj, unë të në konë Giza, shumë të rrote njerëzë i thiri Giza. Edhe sa herë edhe a i vlaj madhë, kur të falë këtë i qka, shpesh ka ditë me më nërvëzu me abo. O, Giz, bol, mos e më Giz, edhe a i tipi të menu që unë e penja. Ajden, vlaj madhë, po, të në korë, unë e Giza. Kur u kry Big Brother, edhe keni after party, mu mërë familja, hina vish mi marë 3 uja dhe me kjat për pe, kur 2 vetë aty. Njoni, ja ku marru emnin me tjetrin, po më tha, gjësa u kry, a i thash u kry, ma në fund. Tha, e ke marrë vesh ku shë vlaj ma? Thash, jo, edhe ku me marrë vesh. Tha, Giza mëre? Ti e ku vlaj ma Giza, po? A i Giza thirin, Giza, kamermani këtë vës për para që më konë që ma një se ka një zonë shumë të bukur, radiofonik. Tha zoni jam, tha më kështë ti po më një ma bëshe Gizë. Tha shqyrë se këmë di që je ti, se ma se edhe ma shumë kisha me goja, më të në Genao, zo. Unë jam 42 vjetë në skenë. A gjazët. Genao. Edhe, se interesant që shlidhen senet koincidencë, djetë u këthy prej Tiranës, më bramë, ju më konë bashkë me mentor Hazirin, këngëtar në ishë grupit Kthjello, kam shumë dashur, ishim bashkë në Hamburg, edhe tu këthy prej Tiranës me kërë me to, kina ndigju muzikë të mirë, muzikë të viteve 80-ta. Edhe mas nej, e bëjshëm edhe muhabet, fati jam i mirë që kum lind në atë kohë, do me thonë, edhe i kum jetu vitet e 80-ta që është golden age e muzikës në përgjithësi, edhe mandej e bëjsha e sapë që shumë zhvilluën si muzikë, si këngëtar, që shumë zhvillu veshja me qëfar muzike, me Whitney Houston, me Celine Dion, me Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jackson, you name it, like, sa emnin, e që në qatë ku kur ka dorë konga, unë jëmë konë i ria dhe do me thonë e këmë kapën kërme njerë. Jëmë zhvillu me qatë loj muzike. Fatkeqësisht, sot të rritë, po i marë 2-13 vjeqarë, rritën me kongë
të dafinës, të letrit, ati tjetë atje, oj, bon, bam, super mirë, kur gjë kundër asoj, po du me thonë që ka ndryshu shumë muzika. Dallaveret që të i kena bo. Dallaveret që të i kena bo. Qëto me klikera ja kun fitu me hile. Ja, po, te fonti e koni keq. Në fonti, në birë jom kun shku. Në birë gjithë kom qilua. Ta është në birës. Gjithë. Me birë është ta kom gjerë. Po, për birës edhe të të shtjelë me nxera, po, përtel. Njerë du është me shtikë. Ma e mirë se blume. Birë tani me nxerë. Okay. Po, du me bo një koncert, një koncert krejt kongë të mija, natyrisht, eventualisht një kongë, 2 covera shqip të bukra, edhe po, me mbeti qka bile mu gjiru, me pas një regjistrim live, akustik, unplugged, ose edhe jo akustik, po diçka që me mbeti në kujtes për shkak të mungesës së koncerteve. 25 maj në ora 17, në ora 5 e kam promovimin e kongës, hynë e Sha Prishtinës, me band live, faktikisht do të jetë një program gjysorësh, një 3-4 kongë të mija të vjetra, paka shumë qaj koncerti që ti e përmende, po jo anë plak, edhe bëhet me një hapësirë qelon. E mbyllon e qelon. A guxoj me përmend? Okej, guxoj me qatë. O, qa dushte me përmend. Sepse aty do të kam u majtë. O, qa kisheve të përmend, që mos tani. Në koridorin. Okej. A që vina ta vina. Nëse vina ta Në hollin e preasojonës nalë, të me thonë, ku ka filluaj, mu ndërtu që aty në holl, prej orës 5 e keni free entry, pa pare, bile, edhe një fotografia, u mundësoj mu fotografi. Më la mendja kur më the, është më katë që s'po më she, të thash po nisem për Kosovë. Hynesha e Prishtinës, bukuria jote ndjek si zjarë. Hynes të qofsha falj, ma blon gjaku në damar, vetëm afër teje ndihemi qarë. Ece!